Përshëndetje miq. Do e ngojmë Blendi Fevziun kur e pyet kryeministin ton Albin Kurtin për dëgjani vet. Dialogu kërkon një marrëveshje. Marrëveshja do thotë që secila nga palët të lëshojë të marrë ose të jap diçka. Jo, kësa e thënë pazar. A ky thon pazar, për çfarë është marrëveshje? Marrëveshja është ajo e cila e kupton se historia është e rëndësishme. Në pikën 5 të programit tonë që po përkthehet në serbisht masivisht. Dhe Beogradi nuk po lë serb pa u kujdesur që të ta lexojë këtë program. Tonë thuhet politika pa historinë është lojë. Unë nuk jam për të luajtur këtu. Shqiptarët janë kom më i fuqishëm se serbët. Serbët janë kom më i dobët se ne, por Serbia është më i fuqishëm se ne. Pra, te Vučić ju gjeni spikerin e Akademisë Shkencave të Arteve, kishës ortodokse, dhe të aparati shtetëror që ka lënë në Bolsheviqi aty. Te shqiptarët gjeni popull. Prandaj ata janë të fiksuar. Shqiptarët janë e vërtetë e Serbisë. Sepse nëse do ta kuptosh se kush është Serbia, pyet shqiptarët, ose pyet serbët. Ne jemi e vërtetë e Serbisë. Këtë hallkoj. Dialogu A ndëgjut miq të dashur. Me të vërtetë unë s'kam fjalë as me shtu, as me hiq. Nëse ju keni një diçka para, vetëm komentoni. Ju kisha lutë. Respekt për secilin. Rënoft Albin Kurti, kryeministri i Kosovës.